Ornela dhe Erion, ne jemi vend unikal që vazhdojmë, është diskutuar që shesim në ajër dhe shesim duke ndërtuar. Në gjithë botën, paktën në ato vende që ne duhet i referohemi, më fal, pritani ta përfundoj se nuk të ndërhyra. Se nuk është politik tu, ne po diskutojmë, janë me mira qytetarë që janë në këtë, po janë me mira, po të lutem pra, nuk ka lidhje me kleringun kjo që po them unë, më lërë ta mbaroj, dhe po them diçka tjetër. Në natyrë. Kjo nuk është klering, sepse klering është që unë do t'jap apartament dhe ti më bëj punime, tani mos ta ngatroj me kleringun, është komplet tjetër gjë, kjo është me kontrata me premtim, tamam, e tha profesori, sepse ti je duke bler në ajër vlla, s'ka mbaruar objekti, në gjithë botën shitet objekti mbasi është kolauduar dhe është ndërtuar dhe shitet objekti dhe nuk do t'i kesh këto probleme në qoftë se objekti është i përfunduar. Ti këtu mund të sekuestrojnë dhe pa mbaruar ai pallati i madh, edhe ti akoma nuk e di. Do marrësh vetëm atë shumën që për të ndërtuar. Kush është problemi? Kush është problemi? Se vetë kryeministri tha që do ta ndalojmë blerjen në ajër të apo jo? Do ta ndalojmë blerjen. E ka bërë ligjë. Ai thotë është bërë ligje, nuk bën dot më këtë kontrata në ajër. Problemi është tu. Jo në ajër, po në ndërtimit me zotrin. Ajo quhet ajër, duhet të përfundoj, duhet të përfundoj. Në ajër pra quhet, Në momentin që është bërë karabina. Aty po, se karabina e regjistrohet. Problemi në këtu ajër është prapë edhe karabina jo. Është ngritur thjesht karabina. Aty lejohet. I shef kolonat e shtëpisë. Mos bëni bisedë paralele. Problemi në këtë situatë është paraja e piset. Pasi ka një problem. Nëse unë dhe Ervini dhe Zonja bëjmë një sipërmarrje të tre, që do të thotë do ndërtojmë këtë objektin, kemi x para, paguajmë taksën mbi ndikimin në infrastrukturë, bëjmë kontratën me pronarët e tokës, gjitha hapat që ndiqen për të marrë një leje ndërtimi dhe në fund fare do shkojmë të përballemi te banka dhe do fillojnë interesat 7%, 9%, 14%, penaliteti kur lëviz euro, bla bla bla, 1.100 zeza, dhe ne do lidhim kokën me shall derisa ta përfundojmë atë objekt dhe ta mbyllim këtë objekt. Ndërkohë, vjen zoti Karanja me 2 çanta me para dhe thot edhe gjymë me euro kokës. Gjymë me euro kokës dhe thot ma jep sa të duash metrin katror, vendose vetë çmimin e metrit katror, unë dua që këto para t'i kem të pastra. T'i kem objekt, pron. Dhe këtu fillon problemi që unë dhe Zonja do shtojmë. Kur duhet të kalojnë nëpërmjet llogarisë. Po pra është faj biznesmenëve, këtë po të shpjegoj pra. Po pra, se si shkojnë me ato dy çantat me para, po dakor pra. Se ti ka ndodhur këto ditë, po para ca kohësh e di shumë mirë që vinin me çfarë di dy çanta. Sepse Erion atëre në kontrata notariale atëre shprehej që palët janë likuiduar jashtë zyrës notariale dhe as notari nuk mande përgjegjësi. Tani jo pra prandaj po them tani duhet kalojnë nëpërmjet llogarisë bankare. Tani këto çantat me para si futen në